Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma. Çështja e presidentit duket që shihet më tepër si një temë atraktive tashmë që mund të ligjërohet në universitete, saqë është vullnet real i partisë së zotit Kurti, mbase edhe partive të tjera. Kanë mbetur edhe me pak se 20 ditë tek zoti Kurti, kreu i qeverisë, kreu i lëvizjeve vendose, po qëndron në Britani të madhe. Dhe asgjë kundi nuk duket në horizont që ai me të tjerët po orvatet seriozisht për të ofruar zgjidhje, që të shmanget procesi i jashtëzakonshëm i zgjedhjeve. Mbrëm, zonja Albulena Haxhiu, ushtruese detyrës së presidentit në KTV, përsëri foli për çështjen e numrave, duke e reduktuar gjithë problemin e presidentit te numrat. Tha se VV-ja, me lejoni një sekond, tha se lëvizja vetëvendosje, nëse do të kishte siguri për 80 vota, s'do të kishte arsye të mos e propozonte zonjën Osmani për presidente në mandatin e dytë. A është ky argumenti themelor, objektivisht, i qeverisë Kurti, i partisë Zotit Kurti? Do të diskutojmë në analizë me kolegun Afrem Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Graci, rritë bashkëbisedojmë. Këtë ndarjen Osmani Kurti duket që vetëvendosje së paku në publik ende s'ka arritur ta arsyetoj siç duhet. Prandaj, sipas jush edhe më herët, vetëvendosja është në përpjekje sipër për ta gjetur këtë arsyetim. Po ka vështirësi për ta gjetur këtë arsyetim vetëvendosja sipas jush? Por e para, lejo të them, është fatkeqësi shoqërore dhe shtetërore kombëtare që ne, jo pse ti edhe unë jemi fajtuar në këtë drejtim, po detyrohemi të diskutojmë për një temë e cila po të kishte vullnet politik do të mund të zgjidhim brenda natës. Do thotë para se të vija këtu, do thotë duke i pa disa çmime në market, do thotë kemi qenë në situatë ku 7 euro kushton 1 kilogram speca, e 5 euro kushton 1 kilogram domate. Ndërkohë do thotë gjitha këto tema të rëndësishme që e rëndojnë dita ditës jetën e qytetarëve të Kosovës, po marginalizohen nga diskutimet politike dhe publike dhe po mbahet një temë artificiale për interesat të partive politike me qëllim që ta mbajnë vendin të bllokuar. Është evidente. Pra po tham, jo që ne dy jemi fajtuar pse po diskutojmë, besoj po mirë kupton me këtë çka dua të them, por është një lloj fatkeqësie shoqërore, shtetërore se si një shoqëni është marrë peng politikisht. 51%. Është për mua është e pajustifikueshme. Si shpjegohet kjo? Ashtu, si ti shpjegohet një shtetas si gjerman, një kolegu gazetar gjerman, po të më pyet, Nuk kemi shpjegime, do të shpjegime racionale nuk kemi. Për këtë temë, ai vetmi shpjegim do të real që është praktikisht një shoqëni, një qytetar tërë, do të kolektivisht janë marrë peng politikisht duke mbajtur të fokusuar në një temë artificiale për shkak të mungesës së vullnetit të partive politike për ndërtuar institucione. Me thekste veçantë televizjes vetëvendosjen në këtë drejtim. Tash po i rikthehem edhe një herë pyetjes fillestare, do thotë lëvizja vetëvendosje, ndëgjarit. Janë dy interpretime kryesore që po qarkullojnë në opinionin publik, që tregojnë për vështirësitë që i ka ky subjekt politik për të justifikuar para opinionit për divorcin e madh me Vjosa Osmani, nga se qytetarët e Kosovës ti e din, është vërejtur e atmosferi, kanë parë këtë tandem si shpëtimi përfundimtar i Kosovës, si adresa ku njëherë për gjithmonë do të marrin fund të gjitha të këqijat që janë akumuluar ndër dekada në Kosovë, dhe këta do të jenë çelësi magjik që do t'i zgjidhin të gjitha këto halle, dhe që pa pritmas dhe pa ndonjë justifikim e arsyetim të caktuar publik të njëjtit vendosën t'i ndajnë rrugë me për shkak të interpretimeve të ndryshme. Albulena, siç e përmendit, ja ushtruesja detyre presidentit përmendi aspektin procedural. A me lejon ta citoj, Kasolli, për korreksi. Për korreksi, sepse duhet t'i kushtojmë vëmendje dy interpretimeve kontradiktore që fjalë për fjalë. Ta citojmë në mënyrë që dhe analizat jetë më përmbledhur, më kornizuar. Në KTV, ushtruesja detyrës së presidentit, zonja Albulena Haxhiu, ka thënë midis tjerash, taksativisht shpecitoj, diskutimet e partive politike apo qëndrimet me mirë të themi në raport me kandidatura kanë qenë publike dhe ne i dim të gjitha këto qëndrime politike. Pra, vetëvendosje nëse do të kishte siguri që zonja Osmani Sadriu do të kishte 80 vota në Kuvendin e Kosovës, nuk do të kishim arsye që të mos ta propozonim si kandidate për presidente. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në kohën e Bexhet Pasollit pati thënë se duhet jenë 2/3 në
rundin e parë dhe dytë, prandaj jemi në rrethana tilla, i vetmi emër për cilin ka pasur konsenzus ka qenë zoti Murat Jashari, i vetmi emër ka deklaruar zoni Haxhiu, thuhet në mediumin koha.net. Prandaj e shtoj pyetjen. Absolutisht, është drejt pyetja juaj. Është drejt pyetja juaj, mendoj që që edhe ju e keni ngritur vazhdimisht në studio. Unë prapë mendoj që këtë konstatim apo këtë përpjekje për justifikime për shfaqsim të lëvizjes vendosjes se pse nuk e vazhduan partneritetin me Vjosa Osmanin e demantojnë vetë disa interpretime tjera politike të eksponenteve të lëvizjes vendosje. Do thotë sepse ne kemi parë, do thotë çndrimet e një mas të madhe, sidomos dje kanë filluar të bëhen edhe më agresive, do thotë që po ja përkujtojnë Vjosa Osmanit çndrimet që kanë mbajtur në raport me qeverinë e Kosovës sa i përket politikës së jashtme dhe problemit të veriut. Thanë që është dashur të mendosh dy herë para se të flasësh, e quajtë kazino shtrirjen e sovranitetit dhe nëse të kujtohet, do thotë prekur ka filluar nuk është studio. Jo, keni thënë se të tillë vetvendosja do t'i ketë arsyetimet politike, duket që i kanë dëgjuar artikulimet tona politike dhe vetëm i kanë marrë blanko nëse i gjem, po patjetër. Tur këtë studio shumë kohë më parë, kur kishte filluar kjo krisje midis tyre, fërkimet e para. Kur e kishte të qartë në këtë studio se midis tyre kishte s'do të ketë riparim të kishte përfunduar çdo gjë politikisht, ju keni thënë vetvendosja do të thotë kështu, do ta akuzoj Vjosa për sa kohë që zoti Kurthi po përpiqej ta shtrinte sovranitetin në veri, ta sovranizonte Kosovën, ta luftonte Serbinë, jo po përpiqeshit ta minonit rolin e zotit Kurthi në komunitetin ndërkombëtar, duke pengu arritje. Po. Pra do thotë o po që duket që edhe eksponentët e lëvizjes vendosi justifikimet i kanë marrë prej neve të gatshme dhe tashmë po i përdorin për të arsyetuar para opinionit publik për këtë çare. Në këtë drejtim do thotë janë këto interpretime politike të një pjesë të madhe të eksponentëve të lëvizjes së vendosje që tregojnë arsyeën e mirëfillt që nuk ka qenë telashe problemi i numrave, do të 80 numra. Ne po e shohim edhe sot se malverzime që po i bën zoti Kurthi pas takimeve me zotin Abdigjiku, tha që na duhen 84 numra dhe jo 81, është e njëjta logjik të cilën i është thënë zonjës Osmani, siç kjo ka deklaruar që kur i ka siguruar 81 numra, i është thënë që jo 81, po tash na duhen 84 numra, pa vetëm për të vendosur pengesa të pa justifikueshme edhe në aspektin procedural, sepse kushtetuta e Kosovës atë gjykimi është i qartë që i kërkon 80 deputet prezent marrin 2 rundet e para në votim dhe herën e tretë me gjallë të një deputet finalizohet kjo përpjekje. Pra, lëvizja vendosja ende se ka gjetur arsyetimin është në përpjekje, po është në përpjekje nëpërmjet dy interpretimeve, nëpërmjet interpretimit procedural që nuk i kanë pasur të mjaftueshme numra, gjë që nuk qëndron, dhe në përpjekje që Vjosa Osmanin do thotë për ta etiketuar, për ta kualifikuar si një person i cili në momentet kritike për shtetin e Kosovës ajo tregon një dobësi të jashtëzakonshme dhe në vend se të vihet në shërbim të kauzës së madhe politike, siç është sovranizimi i veriut, ajo u vu në mbajtje një pozicion të kundër, duke u kundërvua qeverisë së Kosovës për hir të përfitimeve personale, për të gëzuar një lloj respekti e prestigjin ndërkombëtar. Madje në këtë drejtim, nëse më kujtohet, Vjosa Osmani e ka sulmuar lëvizje vendosje edhe më shumë se sa subjektet opozitare. Në këtë pikë. Pse? Sepse ne gjithë e dimë që kjo ka qenë krye narracioni, kauza kryesore e lëvizjes vendosje në mas të madhe. Dhe tash po e shohim që ka filluar të vrihet atmosfera, ka filluar të vrihet atmosfera elektorale. Dy instrumentet kryesore që lëvizja vendosje është ka tenton që ti masivizoj si instrumente për zgjedhjet e ardhshme. E para është premtimi për një filloj me pagën e 13 dhe premtimi që u dha në Kuvend të Kosovës për një injekcion financiar për 200 milion euro si pako e re ekonomike në kuadër të skemave të subvencionit për të përballuar inflacionin, do të ketë një shpërndarje, nuk e dim në çfarë mënyre si sot do të bëhet operacionalizimi dhe kemi do thotë vizitat e sovranizimi veriut. Vizitat që kanë filluar të shpeshtohen të kryeministrit Kurthi në pjesën veriore, do thotë si arritje dhe simbole të arritjes së tij politike shtetërore. Pra, domethënë begatia dhe
sovraniteti. Para të gatshme në popull dhe sovranizimi i veriut. Këto janë dy instrumentet kryesore elektorale të lëvizjes vetëvendosje dhe në këtë pikë, nëse të kujtohet, nëse i përcjellim me vëmendje, sidomos në temën e veriut, opozita ka qenë mas të madhe shumë e heshtur. Sepse kanë kalkuluar, sipas disa informacioneve të mia, kanë kalkuluar dhe kanë gjykuar që duke mbajtur gjallë këtë temë, mos po i kontribuojnë politikisht edhe më shumë sforcimit të Kurtit. Dhe i gjithë diskursi opozitarit, i gjithë retorika opozitare ka qenë një lloj përpjekje për të ndikuar në opinionin publik dhe të qytetarët e Kosovës në terma ekonomik. Këtë fushata, si e lidhjes demokratike e Kosovës, ashtu edhe Partisë Demokratike e Kosovës, madje edhe profili i kandidatëve të tyre për kryeministër, ka qenë i orientuar, do thotë, një lloj përpjekje që të iluminohet dhe që të bindën qytetarët e Kosovës se si në terma ekonomik ka dështuar kjo qeveri. Dhe kanë anashkaluar temën e veriut. Dhe Vjosa Osmani, do thotë, ndallim edhe prej opozitës, ka zhvilluar një fushat, do thotë, ka zhvilluar sulme në raport me qeverinë e Kosovës në momentet që sipas tyre më kritike dhe më të rëndësishme pikërisht për atë temë që për lëvizje vetëvendosje është arritja më e madhe e qeverisjes së tyre politike. Për sa kohë që Kurti është në Britani të Madhe, në vizitë pati takim me sekretarin për punë të jashtme të qeverisë britanike. Dhe aty u theksua rëndësia po ashtu e dialogut, e një procesi të rëndësishëm që vazhdon ta ketë vëmendje komunitetin ndërkombëtar. Po flas për partitë politike këtu, dje, zoti Lutfi Aziri, Enver Hoxha dhe tjerë përsëri shohin shpresa të një proces i arritjes së marrëveshjes me zotin Kurti. Me lejo ta citoj. Po, patjetër. Zotin Lutfi Aziri, dje në këndin e debatit në TVN. Zoti Abdigjiku ka pas takime me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje në rastin e parë, është biseduar për një proces konsensuale. Në rastin e dytë po flitet për një marrëveshje LDK-LVV. Takimi i parë ka qenë në frym konstruktive, edhe në mundësi që roli jonë si LDK, si grup parlamentar me u afrua, konfirmon ftesës që konform ftesës që Kurti ka bërë. Ftesa e njëjtë është thënë se do të përcillet edhe BDK-s. Haziri ka thonë se nëse arrihet marrëveshje, LDK zbaton, por ai ka thënë se insistimi i Kurtit se duhet një marrëveshje me mbi 84 deputet tregon për mosbesim ndaj deputetëve. Përsëri kemi, nëse më pyet mua, ka thonë Aziri, ne jemi vonë, çështja prezidentit ka mund definohet në janar, na po flasim për te mandat. Si cilëson këtë fjalor? Nuk e di. A janë duke lexuar qartë ç'mundon apo e qartësojnë rolin e tyre para votuesit, para qytetarëve? Nuk e di, do thotë për kanë mbetur me pak se 20 ditë dhe ende shihet që shohin shpresa të një proces gati tërësisht inekzistent. Në fakt këto deklarime, do thotë. Ashtu sikur se zoti Hoxha, PDK nuk dëshiron zgjedhje, fati presidentit varet nga Kurti, fjali të thëna tashe. Nuk e di ku e gjejnë besimin, do thotë, që mund të ketë marrëveshje politike, do thotë apo që Kurti është i interesuar për marrëveshje politike. Në fakt këto takime, sidomos ai ky i fundit me lidhjen demokratike të Kosovës, do të pas përfundimit të tyre, Kurti publikisht e poshtroi lidhjen demokratike të Kosovës, sepse ne nuk e dim çka kanë diskutuar aty brenda. Ka spekulime, asi mirë, po për aq kohë sa s'kam informata dorës parë, unë nuk ja lejoj vetes luksin të jap gjykim sa është diskutuar edhe për ndarjet ministrive apo për LDK-ja ka kërkuar postin e presidentit. Mirë, po për marrëveshje Aziri kena biseduar. Mirë, po pas politike. Pas Kurtit. Për LDK-n Lumir Abdigjiku kandidat për president. Ndërsa pas takimit Kurti i tregoi lidhjes demokratike të Kosovës që është e vogël në raport me kërkesat që i ka parashtruar në tavolinë. Kështu unë lexoj thirrjen e Kurtit që duhen 84 vota. Dhe ajo pastaj erdhi frustrimi i lidhjes demokratike të Kosovës që Kurti po e saboton procesin sepse përkundër vetofrimit ton ai po kërkon koalicion dhe marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës, që është mendoj çesharake dhe shpreh këtij konfuzioni në të cilën ndodhet ky subjekt politik, në njëjtën kohë edhe Partia Demokratike e Kosovës, me këtë çështje se të njëjtat nuk dëshirojnë zgjedhje, do të thotë e para, po demonstrojnë frikë përballë një riballafaqimi me zotin Kurti para qytetarëve të Kosovës, në cilin vend botës opozita nuk kërkon zgjedhje. Kosova është i vetmi vend në kuptimin demokratik, po flas, sepse jo në vende si Rusia e tjerë, është i vetmi vend, do të thotë, në kuptimin ku opozita angazhohet më shumë
për t'i shmonë zgjedhjet se sa pushteti. Do të kjo nuk është asgjë tjetër vetëm pasojë e panikut të subjekteve opozitare sepse nuk e dinë si do të dalin e lodhjes së tyre, do thotë e lodhjes së tyre nga proceset nga maratonat të zgjedhore, gjë që duket jetë. Dhe kjo strategjia e zotit Kurti që t'i lodh te mase subjektet opozitare nga njëra palë në zgjedhje, sepse ai nuk e ndjen peshën e këtij procesi për shkak se është në pushtet, i ka resurset shtetërore, i ka mekanizmat, e ka buxhetin e shtetit, ndërkohë subjektet opozitare tashmë janë të privuar nga këto privilegje. Do të mund të jetë edhe kjo njëra prej arsyeve që i mban në presion. Mirë po është nonsens logjik, do të shohim deklarimet e lidhjes demokratike të Kosovës, njerë jemi të gatshëm për marrëveshje politike, në herë tjetër që këto takime u vërtetua, këto takime që kanë pasur vetëm për qëllim ta diskreditojnë opozitën dhe jo që të gjindet një solucion politik për zhbllokim të situatës, dhe në fund do që ishte paradoksi thujse që reflekton edhe iluzionet në cilën sot ndodhet sidomos lidhja demokratike e Kosovës. Të Lumir Abdigjikut pas takimeve me Kurtin tha po ashtu tha do ta marr nismën për të bashkëbiseduar edhe me Partinë Demokratike të Kosovës edhe me Aleancën për Armërinë e Kosovës për temën e presidentit me qëllim që të marrë në zgjedhjet. Nga do të thotë pas takimit me Kurtin. Po, gjithnjë pas takimit me Kurtin, ndërkohë që Kurti hapasi para opinionit publik, ndërkohë po është përpjekje për të shfaqur në opinionin publik, prapë tham që janë peng të çasë frike. Mesazhin e Kurtit. Edhe mesazhin e Kurtit, po edhe që të transmetohet në opinionin publik çaj mesazh që janë peng ende të saj që ne do thotë nuk jemi fajtor për blokadën e cila po i punohet. Pra është e njëjta, do thotë e njëjta frymë, njëjta çështje që nuk po arrin të dalin jashtë këtij kallopi ku i ka vendosur Albin Kurti subjektet opozitare me tekst të veçantë Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës, të cilat po bëjnë përpjekje, po investojnë maksimalisht se si të mund të shfaqen para opinionit publik që janë partitë të cilat janë kundër zgjedhjeve, e nëse janë kundër zgjedhjeve, atëherë pse janë kontradikt me vetveten sepse janë pro vazhdimit të qeverisjes nga zoti Kurti. Kjo atëherë i rënon kualifikimet e tyre për këtë qeverisjen e Kurtit. Në dy drejtime, kjo është situata kontradiktore në cilën ndodhen që nuk po arrin ta tejkalojnë politikisht. Që ose duhet të jenë pro zgjedhjeve dhe pavarësisht çmimit të angazhuar maksimalisht që t'ja ndërpresin sa më shpejt mandatin këtij pushteti, ose nëse janë kundër zgjedhjeve, janë pro vazhdimit të qeverisjes nga zoti Kurti, mirë po nëse janë pro vazhdimit të kësaj qeverisje, atëherë këto janë ose duhet të pajtohen me atë që janë pro dëmeve që po i shkakton Kurti Kosovës me qeverisje, ose kualifikimet e tyre nuk janë të qëndrueshme që Kosova po pëson dëme politike nga këtë qeverisja e Kurtit. Kësi situatë konfuze në cilën ndodhet opozita është e paparit në historinë e opozitarizmit në Republikën e Kosovës. Unë prapë mendoj që tash do them këtu diçka që Kosova ka humbur shumë edhe diçka pse lëvizja vendosje nuk është në opozitë. Do të njërë prej humbive më të mëdha që kjo shoqëni qytetarët e Kosovës e kanë përjetuar është pikërisht fakti pse po e thu me ironi po e tham me ironi. Po e tham me ironi sepse të paktën po ta qartësojmë para opinionit publik. Do thotë që të paktën e ka humbur, do thotë kjo e ka humbur nervin e reagimit opozitar ndaj situatave të këtilla. Do thotë kjo është humbja më e madhe që i ka ndodhur Kosovës politike, do thotë fitoria e lëvizjes, sepse kemi fituar një pushtet keq qeverisës, i cili nuk bën asgjë dhe fatkeqësisht ka një opozitë që nuk mund ta sfidoj nga të mos bërit asgjë, dhe në anën tjetër kemi humbur një subjekt politik që të paktën ka qenë në gjendje të prodhojë një nerv të reagimit të qytetar. Ky është paradoksi i përgjithshëm që po tham që jemi peng si shoqëni të marrëm për shkak të kësaj situate politike në cilën ndodhemi. Kjo do thotë ka vendosur qytetarin e Kosovës në një pozicion konfuz, që nuk është e rastishme që edhe rezultati elektoral e cila po e gëzon lëvizja vetëvendosje përkundër faktit që ky rezultat elektoral nuk reflekton efikasitetin e saj qeverisës. Pse në fillim të emisionit i përmenda çmimet astronomike në çdo rrethon normale politike, një qeveri e cila do të ishte përballur me kësi situate ekonomike
do të bilanci do të ishte krejt tjetër. Mirë po ne çka po shohim, siç e tha edhe vetë zoti Kurti, unë tha kam që sa kohë jam në pushtet, ju i keni kërkuar të njëjtat masa ekonomike, nuk i kam bërë, por përkundrazi kanë fituar politikisht dhe ju keni humbur edhe më shumë. Gjë cili është mesazhi që e transmeton Kurti, gjë që ata nuk e kuptuan. Unë nuk jam duke fituar në terma ekonomik. Unë jam duke fituar diçka që ju nuk keni gjendje t'ja ofroni kësaj shoqënie. Unë kam një narracion tjetër që ju nuk keni gjendje ta prodhoni politikisht. Për aq kohë sa ju do t'jeni peng vetëm të një këndvështrimi të ngushtë ekonomik politik, do të për aq kohë unë do ta zotroj narracionin e përgjithshëm të garë të fundit është, garë demokratike. Me këtë ta qartësoj pozicionin, do të thotë nuk është që unë jam solidar me këtë degradim që po ndodh në jetën, mirë po vetëm po tentoj që ti analizoj nga këndvështrimet dhe nga disponimi i përgjithshëm shoqëror, cili rrëfim po fiton dhe pse po fiton. Kjo është, do thotë sepse jo cili rrëfim po bin votuesin dhe cili rrëfim po bin. Sepse absolutisht unë jam shumë kritik dhe unë mendoj prapë tham që në rrethana tjera asnjë qeveri, do thotë asnjë pushtet nuk do ta kishte tejkaluar testin e legitimitetit qytetar pas kësaj krize ekonomike që e përjetojnë qytetarët e Kosovës. Dy çështje të fundit shkurt do doja ka solli. Si cilëson vizitën e kryeministrit në Britani pas vizitas që realizoi në Francë me takimin që pati me presidentin Macron. Cili është qëllimi i saj? Priu. Dëgjoj, ne kemi thënë disa herë, do thotë, edhe këto fërkimet që po rikthehemi temës fillestare me presidentin Osmani, do thotë, kryeministri Kurti ka qenë në një pozicion të palakmueshëm sa i përket izolimit ndërkombëtar që e ka pasur. Do është një përpjekje që normal unë jam pro që të ketë takime të tilla, por sa më shumë kontakt, sa më shumë takime bilaterale që ka përfaqësues kryeministri i Kosovës me shtetet partnere, do të është në interes të Kosovës me këtë. Mirë po është një lloj, do të shihet çfarë është një lloj përpjekje për ta kompensuar një lloj vakumi që e ka shoqëruar deri më tani kryeministrin e vendit. Dhe këtu po rikthehem edhe tek tema fillestare, pam që edhe Vjosa Osmani nuk e ka arsyetimin e plot pse është sakrifikuar politikisht, sepse insistimi i saj është që e njëjta mbase e ka psuar këtë fat vetëm për shkak të përpjekjes maksimale për të mbajtur marrëdhëniet bilaterale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerët ndërkombëtar, që janë kërcënuar nga kjo qeveri. Mirë po Vjosa Osmani duhet ta kuptoj ngritjen e saj politike që e njëjta ka përfituar politikisht pikërisht nga ky tension me partnerët ndërkombëtar, siç e dima që kishte ndodhur në politikisht duke kritikuar Pararendsit se po ndërtonin raporte servilitete, rrëfimin e dëmshëm për Kosovën duke u servilosur ndaj partnerëve. Kjo është, do thotë, dhe në këtë drejtim pra po thamë është vizitat me takimin bilateral me presidentin e Francës dhe këtu në Britani, do të janë në funksion të përpjekjeve që ta ndërtojë edhe një imazh që është aktori vetëm politik edhe në politikën. I cili merr vendime në Kosovë. I cili merr vendime dhe është aktori. Zbaton ato dhe është aktori vetëm politik, i cili e ka, do thotë, për atribut edhe për fatësimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe nuk don konkurrencë sa i përket. Qëndroi në Evropë, po qëndron në brenda vizita ti demarkohen, kufizohen, nëse më ta them në qeverit. Në SBA ende nuk ka, mirë po nuk është. Nëse shpreh gatishmëri në çështjet që ata i kanë etike, siç është normalizimi i raporteve Kosovë-Serbi. Jo vetëm normalizimi. Një arkitekturë e paqes dhe stabilitetit në rajon. Nëse zoti Kurti u thotë që unë jam këtu për të zbatuar gjithë kuadrin e çdo detyrimi që ka marrë Kosova. Ndëgjorit, janë tri shtylla kryesore që zoti Kurti nuk është duke bërë përpjekje që t'i relaksoj marrëdhëniet edhe me këtë administratë. Sa do të ketë sukses mbetet të shihet. E para është kjo që e përmendet jo, sepse edhe dje ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në seancën e Këshillit të Sigurimit e bëri të ditur që presidenti Trump do thotë dhe kjo administratë pret nga Kosova dhe Serbia që të intensifikojnë komunikimet, të intensifikojnë Shpresojmë që kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić do të ulin temperaturat, shmangin eskalimin dhe që do të ulen në tavolinë. Ne do të punojmë për së afërmi me liderët që shohin nga e ardhmja e jo nga e kaluara me një dialog të vërtet
e jo teatr, ka thënë Bildis tjera shpërfaqësuesja e SHBA-ve në Kombet e Bashkuara, Temi Bruce, në seancën e mbajtur djetë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, ku ishte i pranishëm edhe krye diplomati Konjufsa, e kështu me radhë. Po, do thotë po e shohim edhe është njëra prej temave kjo që SHBA-t janë të interesuara që të intensifikohet që të intensifikohet dialogu politik ndërmjet dy vendeve në funksion të normalizimit të raporteve. Ne do të punojmë me çdo lider që sheh nga e ardhmja. Nga e ardhmja është tashmë e kemi bashkë biseduar, është tashmë ky objektiv është edhe pjesë e ligjit grandioz është të ligjit për mbrojtjen të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se si e projekton stabilitetin e Ballkanit perëndimor. Tjetra rrit janë edhe dy tema tjera, megjithatë që i është kushtuar mbase jo një vëmendje e dur, por që janë në funksion të përpjekjeve për afrim diplomatik bilateral me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E para është disa vizita që ka pasur ministrja Artane Rizanovi. Dhe mos harrorit, nisma dhe vullneti dhe gatishmëria për dërgimin e FSK-s në Gaza është edhe në funksion të kësaj agjende. Është diskutuar. Ta përmbledhim, Kurti po bën për të që ta afrohet me administratën e presidentit Donald Trump duke bërë. Një përmbledhje. Po, e para do të përpjekjet për investimet e përbashkëta në energji, dhe tjetra në një kohë kur sa i përket forcës ndërkombëtare në Gaza, ndonse shumë shtete kanë premtuar, disa shtete kanë premtuar për t'i dërguar misionet e tyre ende nuk ka asnjë lëvizje në këtë drejtim. Kosova është e para që ka marrë veprime duke e miratuar projekt ligjin e qeverisë dhe duke dërguar në kuvent të Kosovës për një mision që mban vullin e presidentit Trump. Në këtë drejtim edhe kjo është një dhe lindja e mesme ne po e shohim, po e transmeton mesazhin administrata qeveria e Kosovës, çështja por dialogu, investimet e përbashkëta bilaterale në energji, tash në detajo nuk mund t'i përmend këto. Dhe e treta do të që është më e rëndësishme, mesazhi që po i transmetohet Shteteve të Bashkuara të Amerikës që janë në të njëjtën linjë me ta në lindjet e mesme. Dhe ne po e shohim që interesi primor i kësaj administrate janë zhvillimet në lindjet e mesme. Do të janë këto tri tema, këto makro tema politike që zoti Kurti po i ndërmerr si përpjekje për depërtim dhe për parafrim edhe me këtë administratë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë do të thoshte Kurti i opozitës kësaj përpjekje për ju? Po nuk ka po ne ishte Kurti në opozitë. Po ne i dim qëndrimet që kanë mbajtur, që prej ligjit për ndalimin e luftarëve në luftrat e huaja, ne i dim qëndrimet që i kanë mbajtur zoti Kurti. Ndërkohë kjo opozitë absolutisht u shpreh e gatshme që as nuk do të mund ta paramendoj të ketë një pozicion kritik. Me këtë edhe unë nuk kam pozicion kritik sa i përket çështjes mirë, po që të paktën kjo opozitë as nuk mund të ta paramendohet që do të mund të ketë një pozicion kritik sa i përket dërgimit të FSK-s në Gaza. Kështu që këto tri temat e mëdha do të thotë dialogun, bashkëpunimin energjetik dhe konvergjimin e interesave të Kosovës me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjet e mesme, aktualisht është duke i zotruar zoti Kurti dhe opozitën e ka prapa vetëm si ndjekje në vagon dhe jo që ka një qëndrim alternativ në raport me këto tema. Të falenderoj për kohën në këtë analizë të fundjavës. Nesër e pas nesër nuk pritet të ketë asnjë zhvillim që mund të befasoj qytetarët e Kosovës me ndonjë marrëveshje politike për të bërë numrat për të shmangur zgjedhjet e jashtëzakonshme. Kosova po shkon përfundimisht në atë drejtim. Të falenderoj për kohën nga solli. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.